Me mira, qytetarë ju bashkuan protestës së madhe të opozitës kundër korrupsionit qeveritar, por masiviteti i protestës, e cila përkonte edhe me 35 vjetorin e rrëzimit të shtatorës së diktatorit komunist Enver Hoxha, ka vënë në alarm qeverinë dhe strukturat e policisë së shtetit, të cilët tejkaluan çdo limit në reagimin e tyre të dhunshëm ndaj protestuesve paqësor. Ashtu siç kishte e paralajmëruar, policia e shtetit ka sulmuar në mënyrë brutale protestuesit që u mlodhën përpara kryeministrisë në revoltën paqësore të thirrur nga opozita. Teksa ende nuk kishte përfunduar fjalën përpara qytetarëve, lideri i opozitës Berisha, policia e shtetit ka sulmuar me ujë me presion, gaz lotësiellës dhe ujë me piper protestuesit. Në këto kushte, lideri i opozitës Berisha u detyrua të ndërpriste fjalën përpara qytetarëve, ndërsa zbriti mes tyre për të udhëhequr revoltën paqësore, por edhe vetë kreu demokrat u sulmua në mënyrë të paprecedent nga policia me ujë me presion. Teksa protestuesit të udhëhequr nga Sali Berisha nisën të zhvendosen nga kryeministria, persona civil kanë shoqëruar me dhunë një protestues, ndërsa ndaj qytetarëve vijoi të hidhej gaz lotësiellës. Pas këtij momenti, protestuesit u drejtuan kuvendit të Shqipërisë, aty ku lideri i opozitës paralajmëroi se dhuna ndaj qytetarëve po ushtroi me urdhër të Ilir Prodës dhe Sokol Bishgës. Teksa u ndalën përpara kuvendit, protestuesit u sulmuan në mënyrë brutale nga policia e shtetit, e cila hodhi sasi të mëdha gazi lotësiellës dhe ujë me presion, ndërsa sulmit nuk i shpëtoi as lideri i opozitës Berisha, i cili ishte duke mbajtur një fjalim përpara mediave. Sulmet u përshkallëzuan deri në goditje direkte ndaj protestuesve, kur përpara selisë së Partisë Demokratike, policia e shtetit goditi në kokë një qytetar, i cili u rrëzua në tokë dhe më pas u dërgua për ndihmë në spital. Një tjetër qytetar mbeti pa ndjenja për shkak të sulmit me gaz lotësiellës, ndërsa edhe pse u kërkua ndihmë nga ambulanca, ajo nuk erdhi kurrë. Brutaliteti policor nuk kurseu as zyrtarët Partisë Demokratike, ku edhe në këtë protest, policia qelloi me plumba gome, duke dëmtuar në kokë ish kandidaten për deputetet Partisë Demokratike Senada Mehmeti. Në rreshtin e parë, pa bërë asnjë lëvizje, thjesht një dëgjuese dhe protestuese. Ne e dinim që ata kishin plan. Arritë të kuptoni se nga çfarë u qelluat dhe nga ku u qelluat, nga çfarë pozicioni? Besoj do të nga pozicioni edhe që jam qelluar, duhet të ketë ardhur diku nga terraca e kryeministrisë, ndoshta. Jo vetëm protestuesit dhe zyrtarëve të Partisë Demokratike, policia e shtetit sulmoi edhe në këtë protestë gazetar, duke hedhur ujë me presion dhe gaz lotësiellës. Pas akteve të dhunës, civil të pa identifikuar nisën shoqërimet e qytetarëve në protestë, ku sipas burimeve jo zyrtare janë mbi 40 protestues të shoqëruar në polici. Pas këtyre momenteve, deputet të Partisë Demokratike kanë ndërhyrë duke u kërkuar efektive të policisë të largohen nga ambientet përpara selisë blu, të cilët prisin aty që të arrestonin protestues.